po lajmërohem nga komuna kufitare e Hanit e Elezit, këtu nga qendra më e madhe votimit në këtë komunë, ku procesi votimit në fakt ka filluar me pak vonesë, mirë po për të na dhënë më shumë detaje këtu kam menaxherin e kësaj qendre, Ahmed Bushi. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Nëse mund na tregu cila ka qenë arsyeja pse nuk kanë filluar me kohë. Do thotë përgatitjet e paraprake janë bëhe, do thotë edhe ditën e djeshme, kurse sot kanë ardhur kutinjat që e kishin një defekt, u dëshkemi shpue për me vendosë atë shiritat, numrat e shiritit, dhe për këtë arsye një 11 minuta jemi vonuar. Nëse mund na tregu numrin e qytetarëve që kanë drejt vote në këtë qendër të votimit. Për momentin nuk e dim saktësisht, se nuk e kanë pru hala atë nga KKZ-ja, nuk e kanë pru atë listën e votuesve, dhe saktësisht nuk e di saktësisht. A ka qenë kjo praktik edhe më hershme, dërgimi i listave me vonesë, le themi, nga KKZ-ja, po ashtu edhe materialit të kutive dhe kamerave? Kësaj radhe do thotë që si menaxhues nuk më kanë pruar do thotë një farë listë të votuesve, vetë do thotë ku marr një laptop, nuk kanë caktuar as tavolinë ndihmëse, unë si menaxher edhe kemi një shtëpiak e kemi marrë do thotë prej shkollës që ka caktuar komuna për me dhezarmin e me dritat e kështu me kujdesën për mbajtjen e rendit, kurse unë edhe si menaxher edhe si tavolinë ndihmëse duhet me kry punën. A ju ka dhënë një arsye pse këto telashe, le themi, nga ana e KKZ-s, a keni kërkuar ju sqarime? Ne kemi kërkuar do thotë si stafi i qendrës menaxhimit kush duhet me qenë, kështu që KKZ na ka dhënë që kanë kërkuar nga KQZ-ja lart, mirë po nuk kanë vendosur që të ketë tavolinë ndihmëse, nuk e di se arsyen. Faleminderit. S'ka përshëndes. Përkundër këtyre telasheve, kamermani Besëngashë mundet edhe me ju paraqitet edhe pamjet që ka qytetarë të cilët paraprakisht ishin duke pritur jashtë qendrës së votimit për ta shfrytzuar të drejtën e tyre të votës, pra siç mund të shihet vetë se janë krijuar radhët e para të pritjes, pra për ta shfrytzuar të drejtën e tyre të votës edhe nga krau tjetër. Unë vi edhe nga kjo komunë, prandaj se do ta shfrytëzoj edhe të drejtën time të votës edhe në këtë komunë, mirë po paraprakisht siç mund të shihet, pra ka pritje dhe ka radhë të pritjes në këtë klasën ku unë do duaj të votoj, mundet milion edhe festoni pak me pamje edhe se si duket një klasë e votimit, pra ku munden me shfrytëzu qytetarët drejtën e tyre të votës, hapësirat e brendshme dhe rregullimi i hapësirës për të shfrytëzuar të drejtën e tyre të votës. Pra mund të shihen komisionerët, mund të shihen edhe qytetarët duke u pajisur me fletë votime për ta dhënë pra verdiktin e tyre rreth zgjedhjeve komunale. Ne përpos komunës Hanit e Elezit do të lëvizim edhe në 3 komuna të tjera, në komunën e Kaçanikut, Shtërcës dhe Ferizaj. Ne do të lidhemi më pas edhe nga këto komuna të tjera bashkë me kolegën time nga desku informativ Jona Kelmendi. Aktualisht po përcjelli linjën tek ju në studio.